disa të djegur të gjallë, Burim, Malishev, 31 mars 1999, 34 viktima civile, Pastasel, 31 mars, 106 viktima civile, Lubeniq, 1 prill 99, 60 viktima civile, Cers, 1 prill 99, 6 viktima civile, nga familja Rexha, Gjakov, 2 mars 99, 6 viktima civile, nëna me 5.000 të moshës mitur, 1998, nga familja Vejsa, nga Gac, Raovec, 2 prill 99, 31 viktima civile, Sop, 2 prill 99, 35 viktima civile, Karlan, 99, 100 viktima civile, Prishtin, Lagja Arbri, 3 prill 99, 7 viktima civile, Trupeve Epërme, 4 prill 99, 25 viktima civile, Popov, Podujev, 4 prill 99, shumë viktima civile të gjithë refugjat të brendshëm, Rezal, 5 prill 99, 21 viktima civile, Kokaj, 5 prill 49, 6 viktima civile. Ata që shkelin mbi gjakun, sakrifisin e këtij genocidit të tmerrshëm, ata nuk janë jo shqiptarë, po ata nuk janë njerëz. Ata janë në nivelin e primitivit, njeriut primitiv ose të kafshës. Po ju të tillë nuk mund ta paraqisni veten. Këta janë, këto shifra që u dhash unë këtu, janë të rezolutës së Parlamentit Kosovës, të cilën ne duhet të adaptonim me njëherë. Të mohosh genocidin serb në Kosovë, të mohosh veten si shqiptar, të mohosh ndërgjegjen e kombit tënd, dhe do thotë që është një qenje pa ndërgjegje, as shoqërore, as njerëzore, as kombëtare. Kjo është jashtë çdo lloj koncepti, jashtë çdo lloj, po çfarë, si mund të treshti, si mund të transformoni gjakun tuaj ju në këtë mënyrë? Po ju keni edhe ju, keni në familje tuaj njerëz që kanë luftuar. Keni njerëz që kanë dash dheun, që kanë rapra dhe. Keni njerëz të cilët jeni mkuar me virtutet e tyre. A mundet një shqiptar të shkelmoj mbi këtë gjak? Po pse bëni këtë? Sepse kreu i juaj është i argati Aleksandar Vučićit. Po pse bëni këtë? Sepse kreu i juaj është i shërbëtori Aleksandar Vučićit. Po dhe çfarë do etnie që ti përkisti banorët të Shqipërisë, shqiptar, grek, rumun, malazez, çfarë do që t'jeni? Ndaj genocidit duhet të qëndroni. Ky është genocid. Vrasja civile për vrasja për shkaqe etnike e civilëve është genocid. Po pas se më artu po lexoja. Muaj me vitin e kaluar kam ngritur këtu genocidin serb të Pobregut, të Kukësit. Genocidin serb i Kukësit, a dini ju, është i shtamposur, i dokumentuar në traktatet themelore të genocidit në botë. Dhe çfarë thoshit ju, një përfaqësuesi juaj? Shkruan të aty Gafe e Berishës, flet për genocid në Lum. Si morini kaq, çfarë ushtyn ju që jeni kaq të pandjeshëm ndaj një çështje në thelbësore në ndërgjegjen e njeriu, në ndërgjegjen kombëtare, e cila nuk është një ndërgjegje e hershme, jo, është një ndërgjegje e krijuar në të gjithë popujt, me vonesë, kur lidhen kombet. Po çfarë do thotë kjo? Pse keni ju ku e gjeni forcën ju të shkelmoni mbi gjakun dhe jetën e këtyre njerëzve?
edhe serb po t'ishin, do të votoja, po ta kishin bërë shqiptarët. Edhe Maqedonas po t'ishin, do t'a votoja, po ta kishin bërë shqiptarët. Genocidi është krim me shëmtur. Dhe ai është jashtë çdo lloj koncepcioni. Ju bëri bashkautor në krim me Edi Ramën. Ju bëri bashkautor në krim monstruoz. Kur unë ju thash vitet e kaluar për Pobregun, lexoni. Po t'ini shqiptar, lexoni. Në Pobreg 410 burra graf i vranë dhe i dogjën të gjallë. Për civil. Dhe traktatet kryesore të botës, genocidin e lumë se quaj një nga genocidit e para të luftës parë botërore. Kurse ju shprenin sikur jeni shqiptar, po sikur jeni ultranacionalist serb, të verbër,